Dje zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 15 vjeçar nga fshati Zhelin, duke vepruar sipas denoncimit të bërë po atë ditë në ora 16:40 nga Spitali Klinik i Tetovës, se tek ata janë dërguar një 19 dhe një 18 vjeçar me lëndime nga një mjet imprekt. Pas marrjes së masave është konstatuar se ata janë sulmuar me mjet të mprekt para një shkolle të mesme në Tetov nga 15 vjeçari, i cili gjithashtu ka pas lëndime. Është kryer kçyrja e vendit të ngjarjes, me çrast janë gjetur një thik dhe një kaçavit. Është njoftuar prokurori publik dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në ora 10 në stacionin policor të Ars, një 45 vjeçar nga fshati Gloç ka denoncuar se një ditë më parë rreth orës 20:30 para një objekti shitës në fshat është sulmuar fizikisht nga bashkëfshatari i tij. Dje në ora 10:50 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një grua 63 vjeçare nga rrethina e Tetovës ka denoncuar se 2 persona kanë shantazhuar dhe ajo u ka kaluar aksionet e një personi juridik në Tetov. Po punohet për zbardhjen e rastit. Dje në ora 12:40 në stacionin policor Mavrov është denoncuar se në një objekt hotelierik në Hanat e Mavrovës, një 56 vjeçar nga fshati Leonov në gjendje të dehur ka shqetësuar mysafirët. Zyrtar policor e kanë arrestuar personin dhe gjatë alkool testit janë matur 1.98 promil alkool në gjak. Dje në Tetov, zyrtarët policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 67 vjeçar nga Tetova, duke vepruar sipas denoncimit nga vajza e tij 25 vjeçare, se në shtëpinë e tyre familjare ai e ka sulmuar fizikisht dhe ka përdorur sende të forta. Kontrolle dhe sekuestrimet e automjeteve për shkak të vozitjes pa patent shoferi. Sektori për punë të brendshme Tetov ka konstatuar disa raste. Dje në ora 12 në rrugën rajonale Tetov fshati Volkov, në ora 13:30 në rrugën JNA në Tetov, zyrtar policor ka ndaluar një 4 ciklet me targa të Tetovës e drejtuar nga një 15 vjeçar i mitur nga fshati Poroj. Gjithashtu në ora 15 në fshatin Zhelin, zyrtar policor ka ndaluar një motociklet me targa të Tetovës e drejtuar nga një 14 vjeçar i mitur nga fshati Strimnic. Në ora 17:15 në rrugën magjistrale Gostivar Strazh, zyrtar policor kanë privuar nga liria një 23 vjeçar nga fshati Bellovisht dhe sot në mëngjes në ora 4 në rrugën Iliria në Tetov, zyrtar policor ka ndaluar një motociklet Gilera me targa të Tetovës. Pas dokumentimit të rasteve ndaj tyre do të vijojë para shtresë përkatëse, sipas nenit 297 A të kodit penal për drejtim të pakujdesshëm të mjetit motorik.